أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. Kemi nisur shpjegimin e këtij libri që quhet Tre parimet të Sheikhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab, Allahu e mëshiroft, me shpjegimin e Sheikh Muhammad ibn Saleh Al-Uthaymin, Allahu e mëshiroft dhe të. Kemi folur në mësimin e kaluar pak mbi jetën e këtyre dy dietarëve të mëdhenj të Islamit. Edhe kemi hyrë në disa çështje para të librit. Tham pra, si s'thot shehu, Allahu të mëshiroft, dije se duhet që t'i dim 4 çështje. E para ishte dituria. Shpjegon shehu që ishte dituria. Dituria të njohësh Allahun azza wa jall, të njohësh profetin e tij, të njohësh fenë islame me argumenta. Edhe i kishte shpjeguar Sheikh Uthaymini, Allahu më shëroft të. Tani kemi kaluar tek çështja e tretë e këtyre 4 çështjeve që duhet i di çdo musliman. Thot Sheikhu Muhammad ibn Abdul Wahhab, Allahu më shëroft, al-thaniyatu al-amalu bihi. E dyta pra e këtyre çështjeve pas diturisë është vepra me të, vepra ose të punuarit me diturim. Qawluhu al-amalu bihi ay amal bima taqtadihi hadhihi al-ma'rifa. Thot Sheikhu Uthaymini, Allahu më shëroft, në shpjegimin e kësaj pike, fjala e Sheikhut puna me të do thot puna me gjithçka që të imponon kjo dituri në lidhje me besimin Allahun azza wa jall, në lidhje me bindjen ndaj Allahut azza wa jall, në lidhje me kryerjen e urdhrave të tij Allahut azza wa jall, në lidhje me largimin nga ndalesat e Allahut azza wa jall, qoftë kjo në ibadetet e veçanta ose në ibadetet që nuk kanë bënë vetëm me persone. Siç janë ibadetet e veçanta, siç janë është namazi, agjerimi, haxhi, apo ibadete
që nuk lidhen vetëm me personin, siç është urdhresa për të mirë, e ndalesa nga e keqja, edhe lufta në rrugt të Allahut Azza wa Jall, e të tjera ibadete të ngjashme me këtë. Pra, al-amalu bihi, sepse thamë që dituria është njohësh Allahun, njohësh profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, njohësh fen Islamin me argumenta, edhe kjo është dituria edhe vepra me këtë. Pra, veprimi Wal-amalu bihi, pra veprimi me gjitha të dituri që thamë, si që shpjegoi shehu këtu, shkurtimisht, pra çdo gjë që ka lidhje me këtë dituri, qoftë në iman, qoftë në vepra që ka të bëjnë me urdhresat, me ndalesat, qoftë kjo në ibadete veçanta, siç është namazi e xherimi, qoftë kjo edhe në ibadete të tjera, siç janë urdhresa për të mirë, ndalesa nga e keqja e tjera. Wal-amalu fi al-haqiqa huwa thamaratu al-ilm. Puna në realitet është fryti i diturisë. Faman amila bila ilmin faqad shabaha an-nasara. Ai i cili punon pa dituri, ai përngjason krishterët. Sepse krishterët punuan pa dituri. Wa man alima wa lam ya'mal faqad shabaha al-yahud. Dhe ai i cili din edhe nuk vepron me diturinë që ka, i përngjan jehudëve. Pra ne nga këto dy vepra jemi të ndaluar pra. Edhe muslimanët janë ata të mesit që dinë, mësojnë edhe veprojnë, jo si krishterët që nuk dinë, veprojnë pa dituri, apo si që futet që dinë e nuk veprojnë. Allah na ruaj nga këto dy lloj sjelljesh ose moralesh. Wath-thalithatu ad-da'watu ilayhi. E treta, thirrja për në këtë dituri. Ay ad-da'wa ila ma ja'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam min shari'ati Allah ta'ala ala maratib al-thalath aw al-arba'. Thot Sheikh Uthemini, pra, duke shpjeguar këto fjalë të Sheikh Muhammed ibn Abdul Wahhab, thirrja në të pra thirrja në këtë dituri, thirrja në këtë vepra që i vepron muslimani, ka për qëllim thirrjen tek ajo me të cilën ka ardhur profeti sallallahu alaihi wasallam nga shariati, nga ligji i Allahut azza wa jall, nga shpallja e Allahut azza wa jall. Në të tre ose në katër mënyrat, format apo shkallët që ka kjo thirrje, sikurse sqaron Allahu azza wa jall: ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan. Ti thërit në rrugën e Zotit tënd me urtësi, wal maw'izati al hasana, me këshill të mirë, edhe debato me ta në formën më të mirë. Thrit me urtësi, urtësia është që të vesh. Fjala urtësi nuk ka kuptimin me qenë i urtë. Fjala urtësi ka me vendos çdo gjë në vendin e dur. Me qenë i urtë kur është, duhet me qenë i egër, kur duhet me qenë me fol, kur duhet me fol me hesht, kur duhet me hesht, e shumë do mund shpjegime lidhje me këtë. Urtësia pra është ta vendosësh çdo gjë në vendin e vet. Pra thrit në rrugën e Zotit tënd, e para me urtësi, e dyta bil maw'izati al-hasana, me këshill të mirë. Jo, për shembull, Allah na ruaj, për shembull, disa persona kujtojnë që bëjnë këshill. Ato thjesht sa demonstrojnë që ai tjetri nuk duhet të jetë kështu. E para nuk e ka njetin që këtë tjetrin që ka përballë ta këshillojë e ta rregullojë aty ku duhet. Edhe dyta thjesht do me, si me thënë, me heqë atë parën nga qafa vetë, që ja tregova, ja thashtë, ja bona qartë, ja ngritë argumente, tani u bo bidatësi, tani zblen. Kjo s'është këshillë e mirë, se para punës që nga njeri, ti nuk e njësë që ta rregullosh atë. E para edhe dyta forma që ke zgjedhur nuk është me unë dhe hasene, nuk është këshillë e mirë. E treta domosdoshmë nuk as po bën durim,
që ai këshillohet bëhet mirë. O jadilhum billati hiya ahsan, edhe debaton me atë formë më të mirë. Pra, këtu Allah azza wa jalla ka fjalën për ehli kitab, iftar të librit, sikur se thot poshtë, wala tujadilu ahla al-kitab illa billati hiya ahsan, illa alladhina zalamu minhum. E mos debatoni me iftar të librit, me krishterët dhe çifutët, vetëm se me atë që është më e mira, përveç atyre të cilët janë zullumqtar. Wala budda li hadhihi ad-da'wa min 'ilmin bi shari'ati Allah 'azza wa jalla, hatta takuna ad-da'wa ala 'ilmin wa basira. Kjo thirrje pra thirrja rrugë të Allahut azza wa jalla, dhe personi që thret, që posedon të thirrje që është që duhet thres në këtë thirrje, duhet të jetë i pajisur me dituri, të jetë i vetëdijshëm për atë në të cilën thret. Thot Allahu azza wa jall, kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basira ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana min al-mushrikin. Thuaj, kjo është rruga ime. Unë thres për tek Allahu azza wa jall me vetdije plot. Pra, thret me dituri plot, ose me vetdije plot, ose i qartë plotësisht në atë të cilën thret. Ana o man ittaba'ani, unë pra thot profetin sallallahu alaihi wasallam, Allah azza wa jall, edhe cili do që me pason mua, cili do që pason profetin sallallahu alaihi wasallam, duhet thresi me vetdije plot, i pajisur me dituri të qartë në atë të cilën thret. O subhanallah, i pasër dhe i lartë është Allah azza wa jall, wa ma ana min al-mushrikin, e unë nuk jam prej idhujtarëve. Wal basira takunu fima yad'u ilayhi bi an yakuna ad-da'iya 'aliman bil hukm ash-shar'i. Pra vetdia duhet të jetë në atë të cilën thret thirrsi. Pra duhet të jetë i dishëm në atë të cilën thret. Pra në dispozit shariatit, apo në çështje të fesë. Po fi kayfiyat ad-da'wa duhet të jetë edhe i vetëdijshëm në formën dhe mënyrën e thirrjes, e davetit. Po fi halil med'u, gjithashtu të jetë i vetëdijshëm edhe për gjendjen që ndodhet ai të cilën thret. Se po marrim një shembull kështu thjesht, nuk mund thrasi një person në namaz kur ai për vete nuk e di namazin. Si është? Apo nuk mund thrasi një namaz që thot fjeni i kërcënon një, thot falu, edhe i del me thik përpara ty vetëm falu. Kjo është pra fort. Ose nuk mund të thresi një person një namaz kur ai nuk di tauhidin, nuk di la ilaha illallah, nuk di domthon kushtet e imanit e tjera me radhë. O me xhelat e dawa kathira. Ato fushat e thirrjes janë të shumta. Minha ad-da'wa ila Allah ta'ala bil khataba, një prej këtyre fushave ose vendeve ku thritet është al-khutba, hutbja e ditës së xumë, wa ilqa al-muhadarat, gjithashtu e dhënia e ligjëratave apo e mësimeve. Wa ad-da'watu ila Allah bil maqalat, thirrje për tek Allahu azza wa jall me shkrime të shkurtra ose me fjalë të shkurtra. O minha ad-da'wa ila Allah bi halaqat al-ilm, gjithashtu thirrje për tek Allahu me kuvendet e diturisë. Wa ad-da'watu ila Allah bi ta'lif, thirrje për tek Allahu azza wa jall me shkrime të librave të ndryshëm. Wa minha ad-da'watu ila Allah bil majalis al-khassa, thirrje tek Allahu mund kryhet edhe nëpërmjet të mezhliseve ose tubimeve të veçanta. فإذا جلس الإنسان في مجلس في دعوة مثلا فهذا مجال للدعوة إلى الله عز وجل، ولكن ينبغي أن تكون على وجه لا ملل فيه ولا إثقال، ويحصل هذا بأن يعرض الداعية مسألة علمية على الجالسين ثم تبدأ المناقشة. ومعلوم أن المناقشة والسؤال والجواب له دور كبير في فهم ما أنزل الله على رسوله وتفهيمه. Pra mundet që bëhet thirrja për tek Allahu azza wa jall, thot Sheikh Ibn Uthaymin, edhe me këto mezhliset e veçanta, ku thirrësi tek të pranishmët
prezanton një mesele, një çështje, edhe pastaj to mes bisedë duhet të jenë jo mërzitshme, jo të rënda për pjesëmarrësit. Hedh një çështje, pastaj mund vazhdoj debati, pyetje dhe përgjigje, domethënë. Edhe kjo metodë është metodë shumë e mirë për të kuptuar personi ato që i ka zbritur Allahu Azza wa Jall profetit të tij Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Edhe nga ndonjëherë kjo metodë mund të jetë edhe më frutdhënëse se sa metodat që një person, domethënë, vazhdon e hedh mësimin që ka, siç është futbja apo ligjërata apo tjera. والدعوة إلى الله عز وجل هي وظيفة الرسل عليهم الصلاة والسلام وطريقة من تبعهم بإحسان. Thirrja për tek Allahu Azza wa Jall është detyra dhe është, si më thon, profesioni i profetëve. Ajo ka qenë puna e profetëve, paqja dhe beqatit e Allahut qofshin për ta. Edhe gjithashtu është rruga e atyre që kanë pasuar rrugën e tyre në formën më të mirë. Njeriu kur ta mësoj diçka të tillë, sa e vlefshme pra është thirrja tek Allahu Azza wa Jall, atëherë ai duhet përpiqet që t'i thresi edhe vëllezërit e tij, t'i shpëtojë ata, t'i thret nga errësira, t'i thresi për tek feja e Allahut Azza wa Jall, t'i thresi për tek Allahu i adhuruar i tij, t'i thresi për tek profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, edhe për tek feja e tij që i ka zbritur Allahu Azza wa Jall. Edhe ai person i cili është në këtë rrugë, thotë që le të përgëzohet, sepse profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, ditën e Khayberit, unfudh ala rislik hatta tanzila bi sahatihim thumma du'hum ila al-islam. Ti shko tek ata me qetësi derisa të arrish pranë tyre. Thot edhe thirrje ata në Islam. Fa akhbirhum bima yajibu alayhi min haqqi Allahi ta'ala fi, edhe tregoju atyre se çfarë detyrimesh kanë ata ndaj Allahut në këtë fe. Fa wallahi li an yahdi Allahu bika rajulan wahidan khairun laka min humri ni'am. Se pasha Allahu, nëse Allahu nëpërmjet teje udhëzon qoftë edhe një burr të vetëm, kjo është më e mirë për ty se sa dhe vete kuqe. Gjithashtu thot profeti sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, men da'a ila hudan kana lahu min al-ajri mithla ujuri man tabi'ahu la yunqusu dhalika min ujurihim shay'a. Kush thret në një udhëzim, pra çfarë do lloj udhëzimi nga udhëzimi i Allahut të Zotit, çfarë do lloj çështje të fesë, ai ka për pasur shpërblim nga Allahu Azza wa Jall, ashtu sikurse shpërblimi i atyre të cilët e pasojnë këtë udhëzim, duke mos ia paksuar atyre shpërblimin e tyre as pak. O men da'a ila dalala kana alayhi min al-ithmi mithla athami man tabi'ahu la yanqusu dhalika min athamihim shay'an. E ai cili thret në një humbje, në lajfitje, ai ka për të merituar gjunahun, ashtu sikurse gjunahi atyre të cilët e pasojnë ato në këtë humbje, duke mos ia paksuar dhe atyre gjunahun. Pra cili do që thret në udhëzim, shpërblen nga Allahu Azza wa Jall, ashtu sikurse shpërblen ata të cilët e pasojnë të udhëzim. Nga ana e kundërt, cili do që thret në një humbje, ai ka për pasur gjunahun e kësaj humbje, ashtu sikurse kanë për ta pasur dhe ato të tjerë që e pasojnë të person në këtë humbje. Ar-rabi'atu as-sabru 'ala al-adha fihi. Së katërti, durimi nga ato mundime që të vinë gjatë kësaj thirrje.
As-sabru habsu an-nafsi ala ta'ati Allah wa habsuha an ma'siyati Allah wa habsuha an at-tasakhut min aqdari Allah. Thot Sheikh Ibn Uthaymin, Allahu mëshiroft në shpjegim të lidhur me këtë, durimi është që ti ta mbash veten, ta izolosh veten tënde në bindje te Allahu Azza wa Jalla. Ta izolosh veten tënde ndaj kundërshtimit të Allahut Azza wa Jalla. Pra mos ta lejosh veten tënde që të kundërshtojë Allahun Azza wa Jalla, edhe gjithashtu ta izolosh veten tënde nga zemërimi ose mërzitja prej përcaktimit të Allahut Azza wa Jalla. فيحبس النفس عن التسخط والتضجر والملل. Duhet pra që personi ta shtrëngojë, ta mbajë veten, ta izolojë veten, që mos i dhërohet, që mos zemrohet, e që mos mërzitet nga përcaktimi i Allahut Azza wa Jalla. Wa yakunu daiman nashitan fi ad-da'wa ila dinillah. وإن أوذي لأن أذية الداعين إلى الخير من طبيعة البشر إلا من هدى الله. Edhe gjithmonë duhet të jetë aktiv në thirrjen për tek Allahu Azza wa Jalla dhe për tek feja e tij. Edhe nëse i vijnë shumë mundime, sepse mundimet ndaj atyre njerëzve të cilët thresin për tek e mira është në natyrën e njerëzve, përveç ata njerëz të cilët i ka mëshiruar Allahu Azza wa Jalla. Allahu Azza wa Jalla i thot profetit e tij Muhammedit sallallahu alaihi wasallam: "Wa laqad kudhibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kudhibu wa udhu hatta atahum nasruna." Përpara teje janë përgënjeshtruar shumë profet, por ata duruan për atë që u përgënjeshtruan. Wa udhu hatta atahum nasruna. Gjithashtu ato munduan derisa u erdhi ndihma jonë, ndihma e Allahut Azza wa Jalla. Wa kullama quyat al-adhiya qarba an-nasr. Sa më e fortë bëhet mundimi ndaj thirrësit, aq më afër është fitoria. Wa laysa an-nasru bi mukhtasan بأن ينصر الإنسان في حياته ويرى أثر دعوته قد تحقق بل النصر يكون ولو بعد موته بأن يجعل الله في قلوب الخلق قبولا لما دعا إليه وأخذا به وتمسكا به فإن هذا يعتبر نصرا لهذا الداعية وإن كان ميتا. Pra nuk është e thënë që fitoria këtij thirrësi ti vi që në jetën e tij, që ai të shohë frytet e thirrjes së tij që në jetën e tij. Por Allahu Azza wa Jalla donjëherë ja jep fitoren, suksesin ti thirrësi edhe pas vdekjes së tij, duke vendosur në zemrat e njerëzve pranimin e thirrjes së tij. Edhe një shembull i goditur patyshim është edhe autori i librit të cilët ne po marrin shpjegimin e tij, Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, Allahu mëshiroft. Shumë nga frytet e thirrjes së tij ai si pa në jetën e vet. Por ne sot pas 300 vitesh gati jemi ata që i shohim frytet e thirrjes së tij. Edhe shumë vende të tjera islame ku ka arritur thirrja e tij, ku kanë arritur librat e tij, ku kanë arritur mësimet e tij. Allahu mëshiroft. Për këtë thirrësi duhet të jetë durimtar në thirrjen e tij vazhdimisht. E duhet të jetë durimtar në atë që thret në fen Allahut Azza wa Jall. Duhet të jetë durimtar për çdo gjë që me çdo gjë që përballet ai në thirrjen e vet për tek feja Allahut Azza wa Jall, sabiran ala ma ya'tariduhu huwa min al-adha wa ha hum ar-rusul salawatullahi wa salamuhu alayhim udhu bil qawli wa bil fi'li qala Allah ta'ala kadhalika ma ata alladhina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun. Pra duhet që thirrësi të jetë i durueshëm
në çdo mundim e në çdo sprov që vjen, edhe ai duhet të ketë parasysh në këtë shembullin e profetëve, të cilët ishin ata të para që u munduan dhe u sprovuan qoftë me fjalë, qoftë edhe me vepra. Thot Allah Azza wa Jall, kështu që ne sa herë që patëm dërguar para tyre, të dërguar, ata u thonin të dërguarve, sahir, magjistar ose i çmendur, meznun ose i çmendur. Wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan min al-mujrimin. Ne kështu për çdo profeti i bëm armiq nga kriminalët. Pra çdo profet pati kriminal, njerëz armiq, të cilët i munduan, të cilët i sprovuan me fjalë edhe me vepra. ولكن على الداعية أن يقابل ذلك بالصبر. وانظر إلى قول الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. Sido që t'jen këto mundime, thamë thirrësi duhet që ti pranoj këto me durim, duhet i përballoj këto me durim. Thot Allah Azza wa Jall, i thot të dërguarit e tij Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ne të zbritëm ty Kur'anin tanzila, pjesë. Kana min al-muntazar an yuqal fashkur ni'mata rabbik, ولكنه عز وجل قال فاصبر لحكم ربك. Thot Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymin, pritej që pas këtij ajeti Allah Azza wa Jall thonte ti falëndero mirësitë e Zotit tënd. Por Allah Azza wa Jall tha fasbir li hukmi rabbik, ti bëj durim për gjykimin e Zotit tënd. وفي هذا إشارة إلى أن كل من قام بهذا القرآن فلا بد أن يناله ما يناله مما يحتاج إلى صبر. Kjo është një shenjë, pra me këtë Allah Azza wa Jall tregon se cili do që zbaton të Kur'an do ta prek atë ajo gjë e cila kërkon durim, pra sprovat dhe mundimet. وانظر إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم حين ضربه قومه فادموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. Shiko tek profeti sallallahu alaihi wasallam kur atë e goditi e rahu populli i tij edhe e bën me gjak, ai duke fshirë gjakun nga fytyra e tij thonte: O Allahu im, fale popullin tim sepse ata nuk dinë. فعلى الداعية أن يكون صابرا محتسبا, duhet që thirrësi të jetë i durueshëm edhe të presë shpërblimin e Allahut Azza wa Jall. والصبر ثلاثة أقسام. Durimi është 3 lloje: sabrun ala ta'atillah, durim në bindje ndaj Allahut; sabrun an maharimillah, durim ndaj ndalesave të Allahut Azza wa Jall; sabrun ala aqdarillah, durim edhe ndaj përcaktimeve kadrit Allahut Azza wa Jall, allati yuzriha imma mimma la kasba lil ibadi fi wa imma mimma yajrihi Allahu ala aydi ba'd al ibad min al idha wal i'tida. Pra përcaktimin Allahut Azza wa Jall, të cilën Allahu Azza wa Jall e zbret atë qoftë me diçka të cilët nuk kanë ndikim njerëzit, pra nuk kanë punë, nuk kanë vepër njerëzit, ose me diçka tjetër që vjen nëpërmjet duarve të njerëzve, siç janë mundimet, armiqësitë e tjera sprovat të kësaj natyre. Inshallah me këtë pikë të katërt mjaftohemi, lutim Allahun Azza wa Jall na japi dobi me këtë që tham, e nëse kemi thënë diçka gabim, Allahu më fal. Kush ka ndonjë sqarim ose ndonjë diçka lidhje me këto 3 pika që tham, فليتفضل مشكورا.